Gazeta Koha Jon, fillimisht, shumë nga ne nuk do ishit njohur as në lagje, jo më deri në qytetet e tjera. Që Koha Jon, përveç se një institucion i sistemit të ri demokratik shqiptar, përveç se një gazet, një tribun e mendimit të lirë, ka luajtur në një farë mënyrë edhe rolin e një shkolle dhe ndoshta është të paktën për një periudhë i vetmi universitet i shtypit lirë, nga ku kanë dalë plot njerëz, listën e plotë e ka Nikolla. Përshëndetje të nderuar teleshikues të gazetës Koha Jon Online. Siç je ndjeni, kam emision Koha Jon Debat, por këtë radhë do jetë bashkëbisedim sepse kemi përfitorin e 35 të gazetës Koha Jon. Një gazetë legjend, gazetë që ka bërë epokë, gazetë që është ndeshur me gjitha pushtetet, me pushtetin e djathtë Saliut Parë, si themi, dhe me pushtetin e Partisë Socialiste, si themi nano i parë. Për ka bërë betejë, kanë nxjerrë shumë drejtues të medias, që janë sot drejtues të gjithë mediave, edhe në Kosovë bile kemi drejtues nga Koha Jon. Është një gazetë që kanë nxjerrë deputet, diplomat, ambasador, kanë nxjerrë edhe ministra, kanë nxjerrë edhe kryeministër. Markën e kanë Koha Jon. Tani më falni, po futem direkt se me këtë 35 vjetore kam organizuar ndryshe me një bashkëbisedim me një njerëz i cili, si thash, Koha Jon kanë nxjerrë shumë emra, po ka shumë ikona. Dhe ikonat e gazetës Koha Jon për mua dhe për shumë publik janë që është Dritë Ragolli i famshëm, Ismail Kaderej që kanë shkruar te Koha Jon, Mojkom Zeqo, Recep Qosja, Teodor Keko. Dhe një personazh tjetër nga këto ikonat gazetës Koha Jon e kam ftuar sot në një bashkëbisedim që besoj do jetë interesant, bashkë me stafin tim të gazetës, stafin kryesor, dhe ky është Edi Rama. Edi, faleminderit që pranuat. Fillova një herë para ca ditësh me disa kolegë që janë të medias Koha Jon, dikur që kanë punuar, dhe që thash si mund të organizojmë. Dhe shumica ishin që ftoj Edi Ramën. Një pjesë nuk e donin Edi Ramën që thanë është kreu regjimit, kishte edhe pjesë tjerë që thoshin shtypja është i dhunuar, por shumica dominoi i nderuar zoti kryeminist për Edi Ramën. Pra je i ftuar im. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe imagjinoj sa xheloz do bëhen kur të shohin të studion e dytë, se kam parë vetëm atë studion e debatit, kjo studio e sekrete do t'i bëj xheloz, po ti nuk ke pas të një problem me xhelozin, përkundra xhelozia të ka për më të motivuar. Jo se të presë jam pak zezek, zote kryeminist, dhe do më pranosh i qik. Unë kam një dhuratë me këtë 35 vjetor, është libër i botuar, është Kështilla Medias që flet për gazetën Koha Jon, jeni dhe ju këtu brenda. Kam edhe një dhuratë tjetër që jam i detyruar ta lexoj këtë hyrje, këtë dedikim, në fakt dedikimet janë personale zotë kryeminist, si njoha Nanën dhe Berishën. Është një libër që unë e kam botuar dhe ka një shëndim që nuk e di nëse do të pëlqej, po duash e lexoj unë, po duash. Lexoj, po. Unë po lexoj. Edi Ramës, mos u bësh kur si këta të dy, si Berisha dhe Nana. Faleminderit. Na hape temë të madhe me këtë, se s'kanë qenë njësoj. Në raport me Koha Jon, nuk ka qenë njësoj. Gjithsesi, përpara sa të kalojmë të këto provokimet e tua, desha vetëm të them që
më kishe rezervuar një insert ku thosha që koha jonë është vetëm universitet i shtypit të lirë në Shqipëri. Tani, me gjitha të figura që pash, unë nuk e di kush nga ata që janë sot për këto studio, nuk ishte aty. Koha jonë nuk kanë nxjerrë vetëm Ylli Rakimin dhe Mirobazën, zotë kryeminist. Të tjerët gjithë e kanë një markë koha jonë. Jo, koha jonë në një farë mënyre i kanë nxjerrë dhe ata të dy. Se inati ndaj kohës tonë ju ka dhënë atyre frymëzim të madh. Por Po mos ishte koha jonë, nuk e di se kë do kishin ata si frymëzim për tu bërë konkurrues. Megjithëse koha jonë s'ka pas konkurrencë. Deri në momentin kur e dogjën ishte pa konkurrencë. Nëse më lejon, ose më bëj gabim në herë them Edi, nuk e di ngel hadri. Edi i nderuar. Ju si jeni kryeministër, nuk kam as interes se ju dini shumë mirë, s'kam as botë firma ndërtimi Azion këtë botë, jetoj vetëm me gazetën koha jonë, po më lejo të them që pena jote e Frok Qupit, e Ben Blushit, e Shkullakut, e Sander Franget, e disa emra të tjerë, ishte një penë brillante në vitet 92-97. Bile mbajmë njerë me Sander Frangen, që ish redaktori i gazetës koha jonë, pa hyrë në burg akoma, që në largun nga agjencitë e shqiptës së rrethës, nuk ka më gazetë, ka mbaruar. Dhe kishin marrë shkrimin tënd dhe të Frok Qupit, i kishin fotokopjuar dhe shitej fotokopja sa çmimi i gazetës. Pra në këtë sens mund të them që na ke bërë një nder të madh me shkrimet tuaja, e ke psuar natyrisht nuk të vjen mirë ta them, po atë natën e goditjes tënde nga falangat e regjimit të Saliut, nuk ri dot pasën, kemi qenë mes natë diku nga ora 12 e natës me Ben Blushin dhe me Martin Lekën që erdhëm, ku ishte CSUT-ja, kështu nuk mos gabon. Dhe kishim një makinë Benz të bardhë që mezi jepte Martin Leka atëherë, kështu që ishte me marsh ashtu, edhe marshën i ngatronte Martini. Erdhën dhe të gjetëm të shtrirë gjithë gjakë, thashën janë kërkojnë ndjes edhe për teleshikuesit, po edhe për kryeministin, po jam i duruar ta them që ke qenë një nga ikonat e gazetës dhe mbajmen 3 tropajan që ishin pjesa e gardës, ai ka qenë një mikrobusi i bardhë, që se ma men kohës Saliut, të parë, gjithë Saliut i parë, që ishte një mjeke që thoshte t'i bëjmë protanozi, që është gjilpërë shumë. Dhe ato thoshten, jo, le të vdesje atë. Dhe një mënyrë, unë kam pas një bodyguard dikur muslimi i famshëm. Ai mori tak ato që i fort atë, i mori si me gjysmë dhune, po themi këto bodyguardet e Saliut. Dhe ndërkohë ne ikëm, vrat me Martinin, gjetëm një farmacist, Martini njihte këto natën. Dhe sollën e bën që shpëtove. Nuk do them që ke jetën nga unë e Martin Leka, po të them që ke jetuar streset mëdha. Tjetër, Edi, jam i duruar të them që unë kam filluar me shumë pasion një gazetë lokale me 500 kopje, imagjino një herë një javë, dhe që shpërndaj e shumë të deri në Mirdite dhe në Shkodër. Dhe na ndihmoi kam gjithë sa pika, po nuk jam i sigurt nëse i gjej mirë. Shkrimi i parë që na bëri të njohur ka qenë i nderuar nëse mund ta shoh, i Frok Qupit me 6 gusht 1991 kur e shkarkuan. Dhe atëherë ishte shkronja te Mihal Duri, te rruga ambasadave, Edi, dhe ne kishim deri atë ditë prodhoi 1000-2000 kopje, po themi, dhe shkrimi i Frok Qupit, ishte shtypi i shesht, nuk ishte shtyp rotativ, se kishte arë akoma, erë në kohën e asaj shtypshkronjës Demokracia. Dhe ne me Sander Frangen, Martin Lek në këtë grupin, që shtypej, si më thënë, 2000 kopjet e para, i shpërndani me njëherë. Mershim nuk kanë një tur për të thënë teleshikuesve, se si brezi i ri është mësuar me sistem digital, nuk e di çfarë kohë ka qenë e vështirë për të bërë media të lirë dhe të pavarur. Prandaj jam i detyruar t'i them disa gjëra. Mersim me thes gazetën koha jonë me Sander Frangen dhe shpërndani në pikët e shitjes. Vazhdo të shtypja dhe shkoi afërsisht numri i parë, Edi, mos gabojmë 2 ditë kemi bërë për ta shtypur, ka shkuar diku te 25000 kopje dhe shpërndam me tren. E dërguam në Lushnjë, në Vlorë dhe koha jonë me intervistë në Frok Qupit u bë kombëtare.
Pastaj filloi koha jonë që erdhën gazetarë, që erdhi Blushi, erdhi Shkullaku, mos gabon po, erdhën këto Ditkaba, grupi i famshëm që ikën nga LD-ja. Dhe pastaj u bëm një lloj, si më thonë, superfuqie në Tiranë, sfiduam zërin e popullit dhe gazetën RD. Ndërkohë kam një surprizë të vogël që ke harruar se kur vjen nga Parisi, po se di nëse e ka gjetur ky stafi, po stafi më thanë që e kanë gjetur të saktë një shkrim i parë një Edi Ramës, nëse e një, që thotë, nuk e di ku e lash tash. Kështu më duket se e ke. Jo, është intervista Edi Ramës. Shkrimi i parë. Edi Rama në koha jonë. E ke duke nga faqja 6, në fakt se atëherë futëm nga fundi se. Po, se nuk e ishte stazhi. Nuk e di Ishte se stazhi. afër Ardian Klosit duhet. Po, letër personale nga Ferri, apo jo? Jo, Letra nga Ferri, le ajo brillante. Po, ato ishin pa autor ato. Të ndërruar teleshikues. Enver Hoxhën. Ne po bëjmë bashkëbisedim edhe një herë me Edi Ramën, thash, gazetar, analist i koha jonë, dikur sot kryeministër. Me Leonit ju kujtoj se koha jonë online ka 1.1 milion ndjekës. Mund të ndiqni emisionin në kohajon.com, në Instagram, në YouTube, Facebook dhe TikTok. Faleminderit. Po, në Shqipëri ka nisur vallja marrëmendse e mediokrëve të socializmit. Po. Këtu kemi fakt edhe disa Blendi Ferziu që dha dorëheqjen i revoltuar nga Ministria e Kulturës atëherë që ishte Anagnosiu, edhe botuam, erdhi zoti Ferziu, punoi ca kohë ashtu, mori stazhin. Ai nuk do ta pohojmë po nganjëherë, por pastaj prapë mori Blushin në 97 që bëri revistën Aks. Ka qenë revistë një gazetë kulturore, nuk e di. Po, ke pas shkruar edhe Teodor Kekun, po. Teodor Kekun dhe Andi Betjen. Edhe Andi Betjen, kryeredaktor dhe drejtor. Po. Bile një herë që kishim kështu, erdhe nga Parisi, që vijem atë në mënyrën tënde kështu, bile edhe kur erdhe te redaksia koha jonë, ne kishim një derë të vogël që kur u krusë kështu, mi fjalë për tyrët e në salë priste Teodor Keko dhe drejtori Agolli i famshëm, me i gjin që kishin përpara shumë duke pirë, dhe solle 2-3 shkrimi, po zevzek i madh ishe, i doshe presje për presje. Dhe Sandri më mend se Sandri dhe Shkullaku. Shkullaku ishte redaktori, si më thënë, ose njeriu që punonte në hirë, kuptim që redaktonte gjërat, dhe e thoshin me të bërtitme, kujdes presjet e Edi Ramës. Nga herë vije vetë, në kërën shkruaj një 2 herë mos gabon, natën, por fola gjatë, megjithëse tani unë jam kurioz për shikuesit, për shtypjet tuaja për koha jonë dhe për djegjen e gazetës. E di që më ke kujtuar një epizod që mbase s'ta kam thënë dhe nuk mbase që publikisht do ta them për herë të parë, se s'e kam thënë ndonjëherë, po disa njerëz e kanë treguar. Në fillimet fare të pushtetit të Partisë Demokratike, vjen në Tiranë Gjelosh Gjoka. Gjelosh Gjoka, piktori i famshëm shqiptar nga Malizi që jetonte në Gjermani. Edhe kishte ëndër të takonte doktorin. E kishte ëndër. Edhe i them unë, shikoj thash, vetëm po ti qoj unë një kërkesë ti mund të takosh, ndryshe s'ka për taku. Jo, tha, qarë tha, mos unë gatroti me këtë punë, se ka që unë kisha ato pozicionet e mija të koha jone dhe dijej puna ime. Okej, thash, ti e di. Mirë po, tentoj, nuk e realizoj do të u dëshpërua. E më tha mua, edhe ti dha ma the me shaka, mua të, jo më thash, unë jam i bindur që po të kërkoj unë, ta i tjep takim. Po provoj herë, tha. Edhe i bëj letër unë. Për Gjeloshin, prezantimi, kush është, çfarë, etj, dhe ja çoj nëpërmjet dikujt që e di që e çonte në dorë. Edhe më vjen ai dikushi, edhe më thot, ja dhash, thot, po, ai ka i kusht. Çfarë kushti dhe? Ai mund ta presi Gjeloshin, po ti është dhe ti me të. Shkofti doktori. Po, i thash unë, jo da, shu dha, po të vi bashkë me të dhe unë e pres. Edhe i them Gjeloshi dhe shgjoj dhe shumë, kjo është që ke vështirë për mu tani dhe shumë që shprum ka unë, dhe së takoj edhe unë.
Tha komunisti. Tha, jo, tha, ti tha, ky është rasti, do të vish patjetër etj, ai po çon si ka. Ti bijem shkurt, shkojmë të dy atje. Po. Ku mund? Tek presidenca, po në zyrë, me gjelosh gjokun. Surprizë kësë ditë e Kojon, do të kishe shpartaluar. Edhe ulemi aty, ai i fliste gjeloshit, mus fare. Po ndërkohë fliste që dëgjoja unë, kuptohet. Edhe i thot, profesori, thot, e ke parë këto ditë që ke qenë këtu, dhe ke parë në njerë parlamentin. Parlamenti ishte komplet PD atje. Ke parasysh parlamenti parë në 92 ishte. Ke parë në njerë parlamentin. Gjeloshja futi kode kam patha. Po si duket i tha? Po mirë, dhe fillimet janë, tha, mirë është. Çfarë mirë, si mirë. Ku ka mirë aty, tha. Dhe shumë, që po thotë? S'ka mirë aty, tha, janë, tha, të gjithë, tha, me lakrën e komunizmin kokë, tha. Edhe, se s'du të them gjithë detaj, se folit e me emra, që unë habita fare, i ra atyre të vetë, i bërit copash. Edhe, qohet nga tavolina, edhe shkon merë kohën tonë. E kishte mbi tavolinë. Jo, e kishte mbi atë e mori. E shikon këto ti tha. Unë i thoshtë ati, mu ishë. E shikon të këtu thash, a i ka tha, e trurit, tha, të këti vëndi. Ja. Po tem tani, se kam tregu, këtu është a i ka e trurit i vëndi. Po në vënd tha që të punojnë për këtë vënd tha, dhe të më ndihmojnë tha, dhe të mbështesin këto procese tha, rrinë tha atje tha, rrinë këtu tha, edhe tha bëjnë tha gër tha gjithkohës tha, dhe ankohen për ata tha, për këta të vedhe. Kanë drejta. Po ku t'i gjej unë tha? Se mos vinë këta tha. Unë thash ky qega. Një mashtro, i nivellit më të lartë, se s'ka mundësi. Kjo është 92. Ishte 92 mu, 92. Sa ishte grupi i Gramos Pashko, se... Jo, ishin në parlament gjitha, ta ishte fillimi për të. Edhe kështu historia, dhe më kujtua kjo gjë kur po flisje, tash do a them këtë me rastin e 35 vjetorit. Këtu tha është ta, a i ka trurit, ta fillon. Në vënd që të meren, tha me... Në vënd që të më mbështesit më ndihmojnë, tha, se ishte për mua, se isha dhe unë aty. Vënd mbështesit ndihmojnë, tha, rrimë bëjnë gër, janë bletë duke këto. Në fakt, Edi, kjo që thoni ju lidhet pak a shumë, se doli atëhere pas Frokçupit, diku nga korrik gushti i 92-shit pas eri për doja në pushtet, doli grupi i famshëm që ishin në Ritan Ceka Aliansa, që prej Zoga e Beni Mami, mos gabon, Spartak Gjela i famshëm gjithë, Azemi që bërë një deklarat madhe në parlament shtator në 92-shit, nisma, ke ardhe antari këshin dhe drejtu nisma demokratike, po. Dhe kur botoj Azemi ishte kryetar, mos gabom i Komisionit Parlamentar të Rendit të Shikut, mos gabom atëhere, që shoqëroj, kishe me shoqëru të gjitha, dhe aje njifte mirë nga brenda si funksionote Shiku, shërbimin sekret i asaj kohë. Dhe erdi solli me Spartakun. Me Spartaku, baba gjongë shumë, që do them edhe histori pasaj që i thash do shkoj në intervist, do them fund që tha për pushtetin tënde të Saliut, po mund mos pëlqej, po do e them atë, se më tha amanet më thuaj këtë. Dhe Spartaku pasi e redaktoi shkrimin, për para se shkoj Azemi në parlament, e fusi një redaktim avokati, se Azemi ishte trime shumë, po atë germat e mira tekstin e bëte Spartaku. Dhe shkoj Azemi, bëri fjalimin e malë në parlament, dhe vjen darkë, kur të në rrëthun komplet redaksine. A redaksine kishim shku të restorant Dursi, që se ke parasysh, a ka qenë i tuneli i malë që vije nga një herë ti me jeshu. Dhe filloj Dajaku, atë filloj Dajaku i parë. Fillon përvonim Dajakun. Po pse, hyrë me Rafa Azemi? Jo Azemi, jo, pjesa jashtë, që ishin këto rojet e mia. Filloj Dajaku o midis. Filloj Dajaku jashtë, dhe thash një me ata. Thash një emër, që
ky muslimi i famshëm ta përtonte fare, nuk bjete në qafë, po nuk të falte. Ai kishte edhe fisë madhe, kishin këtu në Kodërkamz ishin 9 xhexhallarë, secili kishte 6 djem, ishin ushtri e madhe. Dhe natyrisht kjo është pak me humor për teleshikuesit, po në fakt po ta për brezin e ri, sidomos pjesa që janë 20-25 se kanë idene presionit që ishte se si është bërë gazeta Kojon. Atëherë s'kishte as internet, zotë kryese. Unë them për ato që na ndjekin të rit, se brezi im, brezi me i ri, se brezi jot pak afër meje, po brezi tjetër e din që është Kojon. Po atëherë s'kishte internet, s'kishte asgjë, kishim disa radio kështu si policie, walkie-talkie që ishin shumë. Dile atëherë bënim me Sandrin e famshëm, Sander Frangen, që kishim një, si ku do, brenda stafit kishim një që merrte dy rroga, edhe në Shik edhe në gazetë. Emrin nuk është se kam thënë asnjëherë dhe unë e di, edhe Sandri. Ti e di, ju e dini. Po, e di. Po e dini që fjalët shkonin. Po, edhe ne bënim kështu. Çfarë bënim se Saliu tërboi Saliu. Saliu për shkak fuset gjitha ne se ç'a bëhet, ç'a ndodh brenda gazetës, për të pasur titull gjërat. Edhe ç'a i them Sandri, do mbledhim stafin, do marrim këtë person X. Edhe do themi gjë këtë tjetër për tjetër. E fillojmë mbledhja kështu, gjithë stafi kështu. Thash na ka ardhur një dokument nga presidenca, po s'ishte ardhur fare nga presidenca. E kishte marrë burime të tjera ne. Nga presidenca, nga i bërimi i Sandër që ti e din, i bërimi jon, po mos e hapni vetë, lutem ngjelet sekret brenda nesh, ju lutem 20 herë. Në fakt po thonë që ta raportonte. Dhe drejtori thotë Sandër, kush është ky? Ai burimi që ti e din presidencë lart që arri afër Saliut, po të lutem mos e hapni këtë. Dhe ndërkohë ne vazhduam lojën shumë, se shkoshim gjithë grupi i madh, ishin gjithë. Fullë gjithë presidencën. Dhe kishin shkuar pastaj pas 2-3 ditë, marrin vesh në presidencë stafi po hetonte çdo njeri kush ka kontaktuar me Kojon. Domethënë, që nga zonat e shtypit, që nga që ishin stafet, dhe i futëm zjarrin e presidencës në këtë kuptim, që filloi frika ku po del lajmi. Tjetër ka qenë një histori. Edi nuk e di, ja ki qenë në Paris atëherë, kur në shkurte, kur shpërtheu bombat e Vefas atëherë që ka qenë një supermarket. Dhe ne ishim duke punuar, gjithë stafi, ishte gazeta atëherë me 24 faqe, e përditshme, fuqishme, Sandri ishte kryedaktor, Shkollaku ishte zënës kryedaktor, Blushin duke shef politike, mos gaboni. Ju arritët mos gaboj, arritët deri në 60.000, Jo, shkuam në kohën e Ben Blushit 100.000 kopje shitje në ditë 97. Edhe që të thëmon, ne po punonim gjithë. Gjithë stafi, ishte Lad Prela, ishte Lil Gjoni ishte shefi i sektorit jashtëm. Absolutisht djalë i shkëlqyer, domethënë shumë djalë shumë korrekt, nuk e di ku punon tash, por realisht ishte shumë gazetar korrekt. Mbaroi atë misionin në NATO si ambasador dhe tani është këshilltar. Pas e bë punën më të mirë, më e dorën. Bravo. Unë thash s'kam asnjë lloj interesi, por jashtëzakonisht. Nëse vazhdojmë kështu duke punuar ne, kur 11 e natës, po bëshe gati për të faqosur gazetën për të shkuar në Shqipëri, që ishte tirazhi atëherë ishte diku në shkurt natë gjatë shkonte 70-80. Po në kohën e Blushit shkoi 100.000 kopje. Nuk e dija që ka kapi 100.000, se unë maj mend një 60.000 që ka qenë një moment. Është me dokumenta dhe në gjykatë, kemi në gjyqje me shtetin. Besoj. Dhe po duke vazhduar kështu, kur unë isha në zyrë, kisha zyrën e drejtori që quajmë, Sandri ishte komshi kështu. Dhe kur më kërcet një derë shumë, me idenë se nxitimi i orës 11 ke parasysh atë titulli që ke punuar, duhet titullit faqes parë për t'i printuar, për t'i korrigjuar me letra, si ishte i të merr i madh. Sot bëjnë qef të me portale kopjojnë një shkrim e kopjojnë. E bëjnë dhe gabim. Sa atëherë s'bëjnë gabim, aty s'ka gabim. Gabim. Jo, aty shkruhet mirë, ta i bëjnë gabim. Absolutisht. Ta me kompjuter i bëjnë gabim. Atëherë vërtet korrigjoj presë për presë. Dhe në këtë moment edi kur kërcet një derë, thash, më lërë atë jam vonë për ndashtu, se më pret kryedaktori me stafin për të dhënë, si më thënë, vistën e fundit, se drejtori jep të vistën e fundit. Dhe kur shohën, kthej kokën me skafandër, me automatik, ngel herë se të ngrihet, tash s'pasam pas bombës. Pas bombës, edhe s'pasam tash 3.000 masë, gjithë treguan 3.000 pas. Po ngel u shushatë, çka keni hyrë këtu? Hecën. Prangat zbresun nga kati i tretë në kat të dytë Edi i ndërruar. Shkollaku, Kolballa, Lirgjoni, gjithë me dur përpjet, gjithë stafi, gjithë të rrështuar si ato filmat me gjerman, gjithë me automatik shumë. Dhe fugona pa fund policie, ne kanë marrë atë natë 33 gazetarë. 30 gazetarë në qeli. Unë qëllova me Martin Lekën dhe me Frokçupin qeli. Dhe flasim për lirin e medias këta. Ja të ta them edhe këtë, se kur krahason
Dhe unë po të them një gjë tjetër. Pra, të vite kjo. Dhe hyri ambasada amerikane në 5 Po mëngjesit. ty të morën çun në rajonet? Në rajon me gjithë. I morën ato të tjerë gjithë? 33 gazetari, ama pyet këtë e di gjithë media. Si çun mrena? Ore na futën në qeli brenda aty dhe kush ka qenë te autori bombës. Ç'pun kishim me bombën, ne keni vendosur bombën gazetë koha jon. Hyri ambasada amerikane, sa atëherë ambasada amerikane ishte shumë mikë me koha jon. Për arsye se ishim demokracia vërtet atëherë. Bashkëpunoni ti. Dhe kur na lëshuan 5 mjesit dhe du dalte ideja tjetër, gjithë stafi i lodhur në qeli, kishin ca femra që ishin korrektore, kishin në qeli brenda, redaktorë që ishin faqose femrë bashkë me ca tjerë, nuk ikën në shtëpi. Shkuam në gazetë të gjithë dhe u bë gazeta dhe u shtyp ka dalë 9 mjesit me vonë, e kemi shpërndarë në Faqos ishte ai, si kishte Suat Bergorushi me një tjetër, ka qenë 3 vete. Po Suat. Dhe u shpërndarë, domethënë asnjë s'kishte frikë. Ishin aventurierë, pasionantë, të vishin gjithë gazetarët bashkë, domethënë që bëj mirë unë e Sandra që ishin bashkëpronarët, domethënë kryesor. Ja dhe zënë sekretar, ja dhe shefët, po vishin gjithë gazetarët për të lexuar shkrimin e tyre. Ishte një tjetër ndjenjë atëherë. Tani nuk po them se kanë ndryshuar shumë. Ishte liria, ishte shija e lirisë. Edhe nuk i njifnim lekun. Nuk i njifnim lekun. Që e thot një kolegi jonë, nuk njishtë ishim pasionant, aventurierë. Dhe në fakt, këtë lloj gazeterie, dikush që e shek këtë emision, thot, këtë qeken në epokën e gurit. Po në fakt, është pasioni, është dëshira, është këmbgulja. Një gazetar që do të bëjë gjë për këtë vend, është pasionant, apo ja? Po si pa? Po ishte edhe një përgjegjësi që vinte nga fakti që dije që do ta lexonin shumë njerëz, e dije që mezi pristin që ta hapnin mu, për shembull. Po si ishte radhë e madhe, po. Jo, mezi pristin. Unë mbaj mend atëherë me ato, pastaj që bënim ato intervistat e gjata etj, mbaj mend që edhe sot takoj njerëz që mi përmendin ato te koha jon. Kështu që ka qenë edhe ata që bënin, po dhe ata që e merrnin, e thithnin, do ishin sikur ja, 100.000 kopje, imagjino. Unë të thash pak përpara pa përsëritur që shkrimet janë fotokopjuar dhe shitur. Kishte vetëm një burim mediatik, ishte TVSH-ja. TVSH-ja ishte fashizëm komplet, s'kishte lidhje fare me pluralizmin. Dhe çaj ishin këto paçavuret e jo RD-ja e jo çka kishte tjetër. Ishte edhe kjo e shokut ton Yllit, po që. Albania. Po. Po ishte pozicioni i tillë pro Saliot, ishte pozicion. Jo, pra jo, po e kam fjalën që nuk ishin gazeta që i referoi publiku që donte të merrte vesh gjëra të vërteta. Zotë kryeminist, një dokument që e kam nxjerrë që po ta shohësh, të shohësh ça liri e shtypi atëherë dhe tani. Wow. Nuk e di nëse mund ta thuash. Për krijimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e financimit të PS-s dhe KJ-s kohës tonë nga Serbia. Parlamenti, vendimi po parlamenti. Po, Kuvendi Popullor. Republika e Shqipërisë, zëvendës kryetari i kryesisë Tomor Malasi. Edhe Pjetër Amnori shkrete pas ka firmos këtë paçavure. Dhe imagjino, zotë kryeministër, se këta staf i ri u duket si filma nga ato filmat e Hollywoodit, po në fakt kjo që ka provuar koha jon është i pandehuri Aleksandr Frangaj këtu. Vendimi i arrestit, po. Grupit të PS-s dhe të PSD-s që kërkuar zyrtarisht që caktojnë një deputet për qenë antar te ky komisioni në seancën plenare, kryetari i grupit parlamentar Zojna Mikdogli pasi kërkua nga kryetari i kryesisë qytetit Serim të Shërit deklaroi se grupi i tyre nuk do të caktojnë deputet në komision. Ky informacioni bashkangjitet vendimit të Kuvendit Popullor. Hajde Kuvend Popullore. Nëse më lejon. Hajde popullat. Kamera nëse ka fokusuar, nuk do të justifikoj fare qeverinë e sotme se kam ca pyetje therrës në fund, po ky ka qenë ne dihet që financohet nga Serbia, po unë them për ju atëherë. Ore, po kjo është një skandal i madh, s'mund vjen. Këtë se dija këtë, po kur, po se ke nxjerrë atëherë? Jo, këtë e kam gjetë në arkivat e parlamentit. Pse nuk ishte? Jo, tani e kam gjetur për një gjyq që kam të famshëm dhe gjeta këtë edhe kur pashte unë e dija, po kur ja u tregova edhe
Ben Drushit satire u skandalizun. U skandalizun se një parlament s'mund të kontrollojë një gazetë apo, nuk mundet. Plus kësaj, ne na erdhën me pas vendimit të parlamentit, pra sikur ta zëm Edi Rama sot, ka inat Median X, dhe krijon një komision parlamentar të hetoj financat e një gazetë. Nuk shkon apo. Nuk ndodh. Ka tatime, ka institucione të tjera. Kurse këtu parlamenti erdhën ato tatimorët aty një 30 sa veta, bllokuan zyrën e katit parë, financat, të thashu. Unë e Sandri mos gabon netin me zyrë, se shumë zyrë, të doshin zyrë, ato doshin zyrë komode. Por e ke menduar ndonjëherë për shembull se unë kam menduar her pas here kur bie natyrisht fjala për këtë temë, po e ke menduar ndonjëherë për shembull që si do ishte rrjedha e ngjarjeve po mos ishte koha. Ishte vetëm TVSH-ja, RD-ja dhe Albania, edhe sporti popullor. Si do ishte rrjedha e ngjarjeve? Edhe unë po përgjigjem me një mënyrë siç e thot avokat Ngjela, thot ai, se unë s'mund ta them se unë mendoj për shembull. Unë bie ta them. Unë mendoj për shembull që referendumi 94-s. I 94-s, koha jon ka qenë kyç. Po, erdhoi. Ka qenë kyç. Por vetëm edhe gjë e di. Se doan se nuk ajo që nuk kuptohet dot sot është që TVSH-ja nuk s'kishte aty jo PS-ja, jo çfarë thot njëri çfarë thot tjetri, domethënë kulmi i arritjes për PS-n atëherë ishte kur i nxirrin ndonjëherë në Amikun ose Servet ndjes pas zë, e donin foli dhe ky. Se ndërkohë gjithë pjesa tjetër ishte lemeri. Domethënë si do ta përjetonin njerëzit realitetin që ishte kundërta asaj që thoshte TVSH-ja, po mos ishte koha, ma thuj. Koha jonë ju rrëzoi Saliut referendumin 94-s, dhe bëri shumë mirë. Por unë po të përgjigjem me Spartak Ngjelen, sepse nuk e them dot. Spartak Ngjela thot, po të mos ishte gazeta Koha jonë e periudhës 92-97, thot avokati, avokati na ndjek dhe mund ta thot një media tjetër. Tha, do ishte akoma Saliu mbret sot e kësaj dite. As PS-n pushtet dhe as zë. Do kishte ndryshuar çfarë të donte ai, si mbretëri kishte kthyer. Koha jonë i doli përballë, shumë veta akuzojnë, po koha jonë realisht se vjet të djegje gazetës Koha jonë në 3 mars 97. Nuk e di si e ke ndjekur e di, jam kurioz djegjen e gazetës Koha jonë. A ke qenë në Shqipëri atë në 3 mars apo jo? S'kam qenë se unë e hangre drurin, po. Unë paketova i pari. Po. 23 janar, po. Unë paketova i pari dhe pastaj i kanë do ndeta disa ditë në shtëpi, pastaj i kanë Francë. Edhe imagjinoj këtë trup që kanë paketuar edhe momenti kur kam domethënë ishin 2 momente që kuptova se sa thellë kishte vajt ideja, domethënë, që e para se ajo skena që tregon ti tek spitali, ajo ishte jashtëzakonshme. Po kam qenë dëshmitar, më kam qenë dëshmitar. Jo, po ishte jashtëzakonshme nga ana ime, se unë në momentin kur ata më lanë tokë, menduan që mbarova. Ata menduan që mbarova, ose më lanë tokë. Dhe unë i kështu se harroj i shtrirë, shoh gjithë dritaret, se shtëpia ime ishte të një si formë si 2L, me një obor të brendshëm, ishte para fabrikatët, dhe ishte një blok. Dhe shoh gjithë dritat me njerëzit në dritare. Ishte kështu si një amfiteatër. Edhe aty mora fuqi, u çova dhe fillova të ju bërtit aty e rinë për dritare, po kështu do të vinë juve nëpër shtëpia bët tu majt fjalime, kupton? Gjithë. Po jo, se ishte akoma i nxehtë, nuk isha i vetëdijshëm se ç'a ndodhi, ndërkohë hunda bënte kër. Edhe pastaj dal në rrugë, afër drejtësisë policisë. Për të marrë të parafabrikatet të poshtme të ishte uzina verë. Dalë në rrugë për të marrë makinë, nuk ndalonin makinën. Nuk ndalonin. Dhe unë isha gjak dynjaja. Dhe më morën 2 çuna, ndaluan, më morën. Se kur unë po flisja, më vjen dikush e më thot, bollë se po hum shumë gjak, dil merr makinë. Edhe më çojnë, edhe unë tash
kisha të kujtohet që doli ajo teoria që i kanë hedhë boj, që serveti shkret me ata kanë hedhë boj të kuqe sipër, nuk është. Po, Albania ato. Ka hedhë boj sipër, por që duket si ata ishin myt. Ka qenë faqet para. Po, i nxorën, kjo është boj. Ishte mush me boj. Edhe mua, akoma do më rritë menja ke lufta. Edhe thash, që shkoj ta bëj një foto për para. Të kumi më të gëmë, Po, të shkoj ta bëj një foto për para që jo, para foto, thash, shkoj njërë të lajmëroj dikë, se unë mund hiki dhe s'merë veç, do merret veç se për qa. Edhe shkova tek Sandër Fuxhiu, dhe shtëpia Sandër Fuxhiu, që punonte për BBC-n. Po, e di. Që t'i lija, thosha, unë ja ku m'ke, dhe pastaj shkova te kumi, i shkreti, edhe ai dridhe. Thosha mos thuj që e ke bëke unë, aty është shifsha që ishte situatë shumë frike madhe, mos thuj që e ke bëke unë, lutem fotografinë, i shkreti, jo mos kime rajtë. Dhe ku shkoj të spital, ata quan tha mu dhe tani ne po t'lejmë këtu, nuk më quan dhe e ke dera. Do më lan ishin 20-30 metra lartë. Dhe ke dera, unë akoma duke me zi duke ecë, se fillohat ftofesha dhe fillohet ndritet trupi. Edhe te dera ishte një ushtar. Ai ushtari ishte qef vetë, unë duke kaluar, u që ku shkon ti dha. Unë gjak, ku shkon ti dha. I thash diçka që s'duhet ta thosha, po ja thash. Nuk i bëri përshtypje, i ul prapaj. Hyr brenda unë, më del një infermiere dhe një doktor. Edhe ajo infermiere po më shifte. I thash unë, Edi Rama jam unë, i thash, i kohës tonë. A i doktori tha, ku më rapi. Ja. Të betohem. A i iku. Jo më po a i gjatë kohës, imagjinoti gjatë kohës që a i më qepta, a i më thoshte Skënder. E tondi? Skënder. Më erdi pastaj më futa i tjetri. Dhe një histori e pa imagjinu, më futa i tjetri i këtyre që ishin me xhupa të zi, mu fut brenda, ai u fut në sallë. Të mikrobuzit bardh të presidentit. U fut në sallë, u fut u shtrike krevati tjetër. Kuptondi, ky më qep tek ne, ai tjetri shtrike krevati ai. Rrite gati se kur po mbaron. Ishte katastrofë totale. Erdi doktori, kjo është tentativë për vrasje. Pastaj dhe atje në Francë, kur më pa ai mjeku, që më pa këto plagët, të ka shpëtuar dha gjatësia dhe sporti. Në këtë atmosferë pra erdhi djegja e Gazetës Kajo me 3 mars, 97. Kështu që unë nuk kam qenë këtu kur u dojsh, po ajo ishte kapaku, domethënë. Ajo historinë ndajtëm 42 ditë s'doli Gazeta Kajo, tjera dilnin, pastaj iku stafi, pastaj u shpërnda, ra pak kështjella, e di se. Erdhe PSE në pushtet, pastaj disa zgjetën punë, dikun në për punë të shtetit. Dhe pastaj filloi betejë e dytë që nuk do të pëlqejë se je kryetari i Partisë Socialiste, po jam detyruar ta them se është përvjetori i 35 i Gazetës Kajon dhe kjo është historia si djathtas si Majtas. Majtas është pak më but, fakt nuk ka. Mos e bëj krahasimin tani. Dakor. Tani me ato që ke përjetuar ti, familja. Po prit se ti s'po thu pjesë e familjes. Më hollën shtëpinë ner, po. Po, shtëpia ner. Kontrollën e shtëpi. Presionet ja. Bashkëshorten. Po fëmijët. Po fëmijët, vegjël fare, jo po ti, çuni ati, do ta vrasim, do ta bëjmë. Domethënë dhe jo një herë. Jo një herë. Po, se më ktheve prap Edi se 5 vjet rresht. Edi se më ktheve prap 5 vjeçar, domethënë plan 5 vjeçar. Mbaj mend Edi se në një moment gryka topit të tankut, që ishte drejtuar nga ato të gardës, ka pas të liçeni, ka pas një tunel të gardës, një tunel sot është, që dilën tankët e gardës. Dhe isham ka dytë të shtëpia aty të Petronini, kur ato grillet e vogla që ishin atëherë të kohës ashtu. Dhe dëgjojon këto gjuhën pak veriore, se s'do të fyj njeri tash i zonat saktura, po besoj e në kupton. Që thoshën bjeri vlla me grykën e topit ta hedhin ner Nikolesin.
Ndërkohë ato ishte edhe shefi i gardë, shefi i ushtrisë Adem Qobani, ka qenë shefi i ushtrisë atëherë, burr zotnie, ka ikë në Amerikë aty. Ai ishte në kat gjashtë, e thotë tjetri, që dëgjoshim gjithë frikë, Kalamati kisha shtrirë shumë gruaja atje. Pra, unë isha në rësirë dhe dëgjoja jashtë grupin e topit nga që kishte drejtu të drejtarja shtëpisë. Mos se kemi shefin e shtabit tu, se mos hedhim nerën atë, se më kishin shkatruar. Pra, në fakt nuk bëhat krahasim, por me lejo prapë të vim në vite, se do vim, se janë 35 vite. Hajde, po, di. Dhe pastaj me kohën e PS-s se u kërkua imuniteti botuesit Koajon, që ishte jashtëzakonisht. Dakord. Dhe është betejë e parë që më lejo ta them tash, me qenë se jam edhe pak kam kaluar për fiksin me 6, jam burr i vjetër, më i vjetër se ti. Tani unë duhet më thosh gjë se të kam pyet ndonjëherë. Me kë ke bashkëpunuar për atë fjalimin që bërë në parlament? Se ai fjalimi ishte si... Sa kam pyet ndonjëherë? Se pra ne jemi këtu. Me kë ke bashkëpunuar për atë fjalim? Ai fjalimi ka qenë ekselent dhe i them me sill një kështu për ta shfaqur në parlament. Se vetëm ishte kryetar i parlamentit ndjes pas. Gramoz Ruqi, kryetari i grupit parlamentar, jashtëzakonisht nuk e di si janë raportet tani me kryeministin, pa nga njerëzit më të mirë që ka PS-ja, ka pas PS-ja, jashtëzakonisht, po ta them sinqerisht. Do ai s'ka si postë gjë, po them vërtet njerëzit më të mirë, bile shtylla kurrizore e PS-s për mua ka qenë dikur. Edhe i them unë, çka ke thënë? Më thotë, thash kam një kasetë pa me skandale, nami do bëhet në parlament. Po mos i thu njeriu, përdor metodën e Sandrit me atë që kishim staf në 92-93 në kohën e Saliut parë. Edhe e shohëm, e kisha shkruajtur në greqisht fakt, me një që ditë greqisht, emrin e shumë për zonën e Greqisë. Më tha mua, urdhë merë, po s'ti kam dhënë këto pajisit. Edhe shkretës hyrja parlamentit, ka qenë bile 8 nëntor 2004, dita themelimit Partisë Komuniste. Jo. Po. Sander Frangaj ishte pozicionuar... 8 nëntor ishte? 8 nëntor 2004. Sander Frangaj i klanit, që kishte bashkëpranar, ishte pozicionuar promeje hapur, tani se cili ka divergjenca gjëra, po hapur promeje, televizioni klan live. Top Channel kishte i pozicion tjetër, ashtu ishte problemi. Edhe vizioni ka qenë duke të arbëria atëherë enorme gjithë. Edhe hyun të dera parlamentit. Ishte komandant një Quka ka qenë deputet të ju, Ben Quka, komandant i gardës, djalë shumë mirë. Më tha, zotë Lesi, nuk lejon kamera, vetëm dokumenta, se asancë parlamentare për imunitetin tim. Dhe kërkesa kishte ardhur për heqje imunitet dhe arrestim. Thotë servetumi zoti deputet ke drejt në fjalë, se kur kërkesë për imunitet për një deputet, flet sa 1 orë, 2 orë shumë. Po isha përgatit. Realisht pak përpara, e them pak me emocion të, unë kisha përqafuar 2 fëmijët, gruan, babajnë, si ishte gjallë atëherë, edhe vlezi e thash, nga 6 muaj do hyj burg tash, thash, por mu interesoni për familjen. 6 muaj, 5 për shumë. Se pa ka thënë pastaj Dhori Sallaku ishte prokurori i përgjithshëm atë kohë, po masi bjen nga pushteti flasin këta. Edhe çfarë bashkë gjë e keqe, realisht. Edhe edi i nderuar kur hyet në sallë, majta ishte Spartak Gjela përpara të vendit. Fola e griva fare domethënë. E fitova në votim të fshehtë, del 73 vota pro me, 62 kryeministi, që kishte 71 mandate PS-ja, dhe 6 abstenimi aty, kështu ishin sa ballista duke se votuan kundër, kishte bleje, nuk e qeveria atë. Pastaj mu prend fjet se një kryeministër që kam provuar betejën me Salion dhe betejën me PS-n. Një kryeministër të faleminton kur duash. Ja, je kryeministër po, pret fjet financiare, reklamë gjitha. Unë besoj që do të tash të pyetjet e medias sot. Deri tani nuk kam dëgjuar, rarisht mund ta dëgjoj se pse do ketë replika, do ketë video, komente nga reklamë është ajo, le të bëjë reklamë. Po jo në debat. Dakor, po. Unë do e them se s'rrit do të thënë. Nuk besoj që kam dëgjuar që ke prefije mediave të caktuar për reklam. Pra, boton reklam të Nikola, fot tatimet kontrol, se pse boton reklam të Koajon. Atëherë e përdori PS-ja. Tani në vitet e sot, edi shumë pyetje kolegët me thanë bëja zotit kryeministit. Shumë kolegë nga ato që thash me thanë me Ramën sot për 35 vjetorin, po dhe disa kolegë që thanë Rama është kreu i regjimit. Tani, kryetari i regjimit. Shiko tani, ata që thonë Rama është kreu i regjimit. Nuk e them me humor, ha? E kanë kryer misionin kur kanë qenë Koajon. Dhe që atëherë kanë dalë me traumë. Duan patjetër regjim, se ndryshe nuk din të bëjnë punë tjetër. Po s'pati regjim ata s'vlen.
Nuk bëjnë dot asgjë tjetër. Pra i duhet një regjim. Atëherë e kanë rrëzuar një regjim atëherë, tani duhet një regjim tjetër për ta rrëzuar. Edhe jetojnë me idenë që regjim. Kështu ata janë rast psikologjik. Kurse këta tjerët që janë këta? Ta janë shumica që thoshin që pyete çfarë? Nuk ka, pyete që a ndikon tani, a ka censurë në kod Saliut, apo ka autocensurë, si në kod Ramës thonë ata, edhe unë një pjesë mendimi e kam, që pronaret vendosin rregulla, loje, censurë dhe kontrolli mbi stafet e mediave kryesore. Po më thuaj di mua një gjë. Një gjë që këtu nuk është thënë, ose nuk thuhet, për mua e për këtë dushti, nga të gjithë që janë në pushtet, e qënë dhe e pa qënë, më thuj një gjë që nuk thuhet tu. Dhe besoj, e postova unë, atë tani e kam gjetë atë Chelsea-n për të nxjerrë faktet. E postova atë rezultatin ati. Edhe që është shumë opozita, po patjetër. Nuk e besoj. Po ja për shive, më thuj tim. Më thuaj, si nuk e beson, qa nuk beson? Po qa nuk beson? Nuk e besoj se është në shumicë opozita. Po, është. Po, në shumicën e medias online nuk diskutohet. Në shumicën e kohës televizive nuk diskutohet. Pa tjetër. Po mund të kishte koha jo në shumicë opozitën, po jo gjitha medias. Por e kudo, tani shiko, ajo i ka dhe të ndara. Për shumë, po të marrësh lajmet në 2 televizionet e mëdha kombëtare, ato janë të balancume. Nuk janë pro-qeveritare, janë të balancume. Është dhe njëra palë dhe pjesa tjetër pastaj është kudo, është si është, po pa tjetër. Dhe janë monitorimet bëra me fakte, jo me llafe. Ore, hap telefonin. E di, imi në... Dgjoj, hap telefonin. Po, vazhdoj se po t'ishe hap telefonin dhe shko ke lajmet. Merë lajmet, merë ku dush. Dhe kur ta gjesh titullin e parë, pro-qeveritar, ma nis. Ndërkohë do kesh titull neutral, që janë lajmet, dhe shumicën do ta kesh luftë kundër qeverisë. E di, prandaj unë fitoj. Se nuk kam... Po, pa tjetër. Se nuk i kam kap. Se kush kap, unë e kam bindje. Kush i kap mediat në atë formën që të krijojë një sistem kontrolli, bie keq. E di, ndëror. Unë kisha avokat në gjelen në studio Luciano Boqin. Pyeta Luciano Boqin. Në dhëmë. Mos ta faqe, nga dronë me Luciano. Në kryetari PD-sa. Në kryetari, u ka aty në kryetari. Po, në kryetari, ati jo. Po, si marrë me shpotit. Po, jo, si marrë me shpotit, e që na fut të shiktu në këta. Është personalitet PD, nuk është kusheti, merë me humor. Po, e di që të me të tjesh personalitet në PD. E di që të tjesh sot personalitet në PD. Të shuesh për budallëkun tënd, do më thënë të kesh kapacitet budallëku të atil, që të ngrihesh lart në pozitë. Kështu funksionon. I ka termi që është personalitet në PD. Po çfarë fyre më? Avokati gjeta thaj gjë. Si është fyre më? Avokati se fyn dot. Avokati tha, sa tjetë Sali Berisha, live, kryetari i PD-s, që është deri në 2030, tha Niko, që po kandidoj prapë, tash i burri 82 vjeç, prapë fitoi një herë pak ashtu. Po ai është i vetmi aty që nuk luan, nuk është në rol. Është Safi. Këta të tjerët janë gjithë në rol. Po ta vazhdoj fjalimin e avokatin? Sa tjetë Sali Berisha, tha avokati, dhe një pjesë e perceptimit publik, Edi Rama është kryeministri i qetë. Ma përkthe do të ka marrëveshje apo ke interes që ta kesh përballë të burrin e vjetër aty? Nuk vendosëm me çfarë temë tani ti më thon mua fyve dhe në çfarë fyve më. Unë po të them edhe ja, Luciano është një intelektual i profesor. Të lutem Edi, të lutem. Po si mund të jesh intelektual dhe të jesh molotovar? Mund ma thush tash ti mua? Edhe intelektual dhe molotovar. Ku e gjetë këtë fjalë? Si jep me në kuptime të ndryshme shumë kësaj fjalë. Ato pastaj në kuptimet janë secili sipas prirjes që ka. Unë them që ata janë
ata janë, si mund t'jesh, edhe intelektual dhe molotovar. Edhe intelektual, edhe figurë e shquar në PD. Nuk ndodhin të dyja. Edi Rama, zoti kryeminist. Në PD-n e sotme nuk ndodhin. Zoti kryeminist tash. Po ik nga Edi. Dëgjoj. Disa pyetje. Po ta shikosh me kujdes çfarë i ka ndodhur asaj partie. Që nga koha që e përmendë ti, se përmendë Gramos Pashku, apo jo, apo e harrova ta përmendësh nga dy. Që nga ajo kohë, cila ka qenë karakteristika e asaj partie? Kush ka pas një intelektualizëm? I kanë nxjerr jashtë. I nxjerr, nuk i mban dot organizmi, i nxjerr, nuk i mban dot. Dhe kë absorbon organizmi? Ata që janë gjendje ta ngrejnë nivelin budallikut në përmasa që njerëzit normal nuk e ngrejnë dot. Bukur fort, vim dy pyetje afër fundit tash, zoti kryeminist. E di që s'do pëlqej, po. Edhe në fundit intelektual që kishte, e nxori. Këtë të fundit? Lulin, po. A ishte intelektuali i fundit, që kishte një mendim. Kishte një elokuencë. Kishte një elokuencë, kishte një mendim, po e kapi budallikut edhe. Edi. Po mirë, ai është intelektual, jo në shkencat eksakte. Tani, u morëm në opozitën... Në shkencat fleksible. E ke qef ta përqeshish, bon. Tani, në PS, çfarë ndodh në PS? Ka ne i kështu një fraksion në i kështu, se ka disa emra që po pash një status të Eliza Spiropalit që ishte thumbus, i shkruar shumë bukur me ChatGPT, besoj, si që shkruar shumë bukur. Rëmbraqe që nuk pranon Ogreta Mëndestreliun. Ka Kazani dhe Kazani të PS ka filluar të zije pak, besoj. Unë di që Rëmbraqja ka qenë është dhe do betet, ky që është këtë diun. Nuk më duket se ka ndonjë gjë të re në kuptimin që ai ashtu ka qenë, ashtu është, ashtu do jetë dhe ashtu duhet jetë. Është eksaktësisht një njeri që është vetvetja. Dhe është s'ka asnjë gjë për të çudit, është vetvetja. Ashtu është ai. Këtë tha dhe Bledi Klosi kur kishte intervistë, po ashtu është si linjë partie, po ashtu është. Ashtu është. Kush përpiqet ta imitojë bën gabim. Bukur fort. U morë me Rëmbraqen, harrova Eliza Spiropalin. S'ka gjë për të shënuar këtu, çka ka. Do përjashtohet? Do përjashtohet, se ajo tham përjashto. Me përjashto, do të thënë që lutej aman vetëm hiq qafet. Apo se ke lexuar. Nuk do të përgjigjesh. Nuk do të përgjigjesh. Kush thot, hajde këtu më ke më vrit, e thot nga që të do. Apo jo, kështu që nuk duhen marrë... Se ka humbë dashurinë për Skënderbeun. Nuk duhen marrë, jo, e kam fjalën, nuk duhen marrë literalisht këto gjëra, janë krejt normale, për sa kohë nuk prekin atë vijën e kuqe. Vijën e kuqe ka preka, jo, në 2 vjet kuqe, bile, po nuk do ta thuash. 2 vjet kuqe, po e ka shkelur 2. Bile dëgjova një Martin Lekën. E treta është... Kolegu Martin Leka tha e kisha përjashtuar për 3 minuta, tha Martini. Tha, gabim të përjashtosh. Jo, po. Tha ai. Unë e kisha përjashtuar, tha Martin Leka. Në vend, sekond, por Rama është tolerant, tha ai, jo. Çdo njeri mund të gabojë. Kush ka dhënë kontribute mund të gabojë dhe herën e dytë. E treta pastaj e ndan. Pra Eliza Spiropali ka dhe vit kuqe ndryshe përjashtohet. Tani, këto janë si, kjo është si titut e kohës tonë, parës. Se këtu jemi për kohën tonë, nuk jemi për këto situatat aktuale. Doktor shko ke doktori, nuk e di se ka regjia ta shfaqi, doktor shko doktori. Blushi që i bën të titull fantastik, redaktori i papamishti. Kryeministër, ligji për portalet, kur do miratohet, sepse për mua është një kaos total, është natyrisht një liri ekstreme. Unë nuk jam për reprezalje, ju pat një projekt për ligjin për portalet, që duhet pa diskutim ligjin për portalet, po jo në atë mënyrë si e bëri qeveria për ta kontrolluar me AKP-in dhe Amen mos gabon, po të isha unë që kam qenë dikur deputet, do propozoja që ligj të prerë për portalet, që të ketë adresën ai portali, të ketë në email, administratorin, kryedaktorin, adresën, pagesat e tatimeve që ka ashtu, jo kështu si Hajduci, Batakçi, si ka portale Gjovëns, duan për mua po tisha unë i kisha mbyllur me gjitha format. Gjovëns. Por ligji do regjim më vëlla, nuk ka regjim këtu. Ne kemi bërë një
draft atëherë që ti e mbështet e bilen ke çuaj dhe mesazhe. Po, jam dakord. Po jo në atë mënyrë e di. Ke çuaj dhe mesazhe, zakonisht nuk i çon mesazhe njerëzve të mbështetshëm. Po se kam bindje sepse kam përduar edhe në dhe na e bllokuan. Kush? Na e bllokuan në Bruksel. Na thanë stop. Ndërkohë që sot në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian po merren me të njëjtën temë edhe po kërkojnë të bëjnë dhe më shumë se aq. Erdhën të ju. Atëherë, një propozim që mund të ishte, fjalë vjen. Këtë një bord, zoti Rama, që bord personalitetesh nga gazetaria që s'kan konflikt interesi me portale, nga intelektual, 2 mazhoranca, 1 opozita, 1 shoqata e drejtave të autorit dhe 1 nga këto që kisha harruar pëse e shkruar të shqip, që bën 5 veta. Dhe personaliteti që ato japin, mbyllet portali koha jonë se ka një shkrim masakrues. Dhe ja kalon akepit, po jo qeveria. Qeveria ti bën gjithçka atëherë nëse pas. Ti mbyllet kohën. Nuk ka pas asnjë variant në herë që të mbylli qeveria gjë. S'ka qenë në draft. Jo, në draft ka atë. Akepit të mbyllet të fshin. S'ka qenë fare aty në draft që mbyll qeveria, draftin e kemi konsultuar me OSBE-n për një kohë gjatë, pastaj dhe nuk kam nervat me le të shkruajnë çfarë duan. Unë shok mas mendoj për vetë, do të mendoj për qytetarët e thjeshtë. Jo, po nuk sepse shefi mazhorancë mendoj patjetër. Patjetër, por masollën majt hundës, jo po do të censuroj, po unë censori mediave. Edhe kanë lënë tash të bëjnë sa duan. Unë gjithmonë kam lënë. Problemi tek portalet ka qenë dhe mbetet ai që thu ti. Domethënë anonimiteti në kuptimin e mos regjistrimit, ti mund të jesh anonim. Për sa kohë nuk merr reklama. Po s'morë reklama, ri anonim, bëj portal, bëj çfarë dush. Momentin kur ti merr reklama, pra ti fiton lek me atë portal, ti edhe gjobaxhi, apo jo. Për të marrë reklamën i krijon probleme. Disa njerëz sa njerëz kanë qenë që më kanë shkruajtur nga biznesi në atë kohë, që aman mos e lër, tash po këta çka kanë. Dhe në fakt ata të gjithë paguajnë në dorë gjoba për të qenë rehat. Disa portale. Gjobë për të lënë. Si disa, po janë shumë. Janë shumë se ne jemi mësuar na sulmojnë, nuk na bën përshtypje. Po njerëzit, njeriu ka biznes, po më nxjerr titullin mos e blej qumshin e atij se ka probleme dhe hodh në herë biznesin. Edi Rama, duke mos falëruar që tani, po pak më vonë, pyetja fundit krejt. Po nuk e di nëse do përgjigjesh. Por të trizo me pak sekonda këto emrat medjes. Vuna syze se nuk shoh fakt nga afër. Blendi Feziu. Me 10 sekonda. Udhtar. Ylli Rakipi. Muhabetçar. Mero Baze. Sqepar. Grida Duma. Po ti bashkën gjithë me Erlam Hillin, që ti kesh të dyja femrat afër. Po janë dy gjëra të ndryshme. Që do thot? Erën e kam kushuri. Ja doli kushuri. Po, pyete. Të largët po kushuri. Po ashtu dalje në ne kushuri si katolikë. Jo, si me ty, jo. Po ty të kam kushuri të afërt. Atë e kam kushuri. E kuptova. Arjan Çani. Fashe themeqar. Andi Bushati. Kujdese përgjigjet egre Bushati, të dish. Mendohu mirë në përgjigjet. Jo, mëse kam për fare për se është i pamëshirshëm Bushati. Dhe është ndër gazetarat më të mirë që ka pas koha jonë. Po, atë nuk e diskutoj fare. Jo, e kam pa hije. Po jo, më nuk e diskutoj fare atë, po, është e vërtet, dhe ta thash. Bile edhe kur datin ndonjëherë para me Sandrin, që kishte vitë thesi parave. Ai ishte i vogël edhe rrëzoi një regjim. Tani është i madh dhe do regjim s'ka, edhe zvoglohet për ditë. Çfarë ti bëjmë aty? Frok Qupi. Tani Andi Bushatin e desh apo jo? Po Bushatin e the pak a shumë, po ma thuj për thejnë. Jo, do një, se më the me një fjalë, telendar. Mendo përgjigjen e Bushatit. Po të bëj çfarë doj, po asë s'po flas unë, ai s'po flet. Frok Qupi. Frok Qupi. Se dy emra ke. Mirëditor. Anila Basha. Anila Basha
Jo, për Anilën nuk dua të bëj humor, sepse kam shumë respekt për faktin që gazetare koha jonë dhe kjo. Jo, po, kam respekt për faktin që është një person luftarak edhe bën çmos që të mbjetoj në një xhungël që nuk është e lehtë edhe si grua e respektoj. Baton Haxhiu. Kështu që maksimumi që mund të them për Anila Bashën është antare e kryesisë Federatës Futbollit. Baton Haxhiu. Kosovar. Dhe ëmbëlsina në fund, Qim Peka. Ku punon ty? Ky punon që të vjen hakut vazhdimisht në emision. Të ndëruar... Po të ishte në kohën e kohës tonë, do ishte një nga ata të makinës bardh. Ja. Po e sigurt. Do ishte një nga ata të makinës bardh. Por do e mbanin për shofer, nuk do dilte kështu, se s'ka. Qimi është gazetar, opozitar i nivelit lartë. Është i nivelit lartë. Po pra i budallë, është ajo për që tash. Sa më lartë budalliku, aq më lartë në nivel. Pse ke këtë mani për të shpëtit? Ai gazetar i që mbron opozitën, parimet e opozitës. Ai sakatohet për opozitën. Të ndëruar shikues. Po si mbaron në tani? Të gazetës kaq, gazetës Koha Jonë. 35 vjet me Qim Pekën i mbyllë. E kupton ku ka ra niveli i medias, ha? E kupton ku ka ra niveli i medias. Të bëj pyetje prapë. Të bëj pyetje se le. Kjo tregon domethënë se si ka vajt media opozitare në Shqipëri. Jo. Nga Koha Jonë me 100.000 kopje dhe me gjithë ata që tregohet atje tek Qimi. Domethënë kështu ka vajt. Ndërkohë ti kishe shumë emra të vje keq masi. Jo, kështu ka vajt. Po disa emra folë shumë. Po jo gjithë. Folë shumë mirë. Po jo mirë folë për ta. Po sa jemi Qimi Peka? Po prandaj po them ku ka vajt opozitarizmi. Ai duhet respektuar për hir të opozitarizmit të bën të shkëlqyer. Jo, faleminderit shumë se unë për hir nuk ka. O je o s'je. Nuk ka. Mund paraqitesh si në shpëtime inat shumë. Po çaj inati kam unë për kur vija e kuqe Eliza Spirpalit kur është? Çaj inat? Vjen e kuqe tret Eliza Spirpalit kur e ka? Po lere më tani mos na. Mos kërko se mu kujtua. Jo, mos është bura m'pëlqeu, po letën e mbyllë e bukur, e mbyllë 35 vjet Koha Jonë, në fund fare pikën Qimi. Atëre. Të nderuar teleshikues të gazetës Koha Jonë online, edhe një herë emisionin mund ta shikoni në portalin kohajon.com, në Facebook, Instagram, TikTok. Edhe të RTV-ja, të Facebooku im. Në qoftë se futet Edi Rama do ishte. Po do ta fus patjetër, do diskutohet. Edhe një herë faleminderit zotë. Do krijosh xhelozira, po puna jote, unë s'kam. Jam mësuar. Unë i fus gjitha. Jam mësuar me xhelozira me shigjeta pas shpinë plot Edi. Kam bërë qef. Edhe ti ke marrë shigjeta plot ke marrë. Po, shigjeta. Mos e hap se filloi emisioni nga fillimi. Shigjeta kishte në kohën e kohës tonë. Kohën e Qimit s'ka shigjeta. Tash këto janë. Mos e hap emisionin nga fillimi se na le këtu, të lutem. Unë respektoj, është gazetar opozitar. Edhe një faleminderit. Koha Jonë debat nga Nikol Lesi.